I veçantë, i pa parashikueshëm dhe i pa kopjueshëm. Shef Fredi, mirë se erdhe në Food Lovers Podcast. Mirë si u gjeta, këtësi të vjen këtu, por kam diçka. Herë më pëlqeu ajo si të bërë hyrjen, ishte një hyrje spektakolare. Po jo që kam pu re, sa herë vit ti fillon me diçka të re. Unë çfarë do presa nesër nga ti? Mbas podcastit. Po. Do mendoj. Okej. Do bëjmë pak slow down, që të mos i friksojmë edhe njerëzit. Me që më erdhi në mendje kjo fjala I pa kopjueshëm, me qëra fjala. Çfarë mendimi ke për për njerëzit që kopjojnë, që marrin ide, që ju madje duhet ta keni edhe më prezent, sepse ju marrin menon, ju marrin recetat. E sheh veten të kopjuar? E para, I pa kopjueshëm. Besoj është një term fantastik, është një kompliment I madh kur thuash se ti je I pa kopjueshëm. Por edhe me të kopju është fantastike, sepse do të thotë që ti je një idull për tjetër, pra ai të ndjek, ai të ka zilit, ka marak, që të ndjek, gjithkohës. Pra është fantastike. I pa kopjueshëm do të thotë që je edhe pak ndryshe, dhe po më kujton një mikën nga Elbasani. Më ftoi edhe më pyeti çfarë punë bë, unë I thash punoj një kuzhinier, kam një dras mangur. Tha po lexoj një libër fiks tha. Po ai thash unë se ma trego. Një artiste vendos të flas, të ndërtoj një mur imagjinat dhe her pas here dilte fliste se me të. Po njerëzit e shikoshin se ky dilte e fliste vetëm. E ditë për ditë vendosë shumë të muri, thot kam një fjalë. Po biro, më thuj. Shohin njerëzit që po flas me ty, më thonë kam lut menç. Po jam bën he budalla. Më biro. Kjo është dhënë ti e Zotit, se për ndryshe do ishe si gjithë tjerët. Do ishe gjithsoj me të tjerët. Edhe kjo puna e pa kupjueshme është ne kemi gjithmonë të sjellim një shije të re, të sjellim një diçka risit, marrim një pjatë tipike shqiptare, ta kthesh në një format fine, bukur. U bë inaugurimi I shtëpisë të Enverit, hapja, jo inaugurimi. Realisht ndërtova një bufe artistikisht dhe vetë e kisha zili, aq bukur I kishte dalë. Se më thanë për të prek se motivet shqiptare. Edhe tani imagjino. Kishte një event I fundit që ke bërë? Po. Imagjino, I petull si mund të shërbet? Në këndvështrimin tënd në shumë mënyra. Në këndvështrimin tim I petull që shërbet me pak djath, me pak reçel, me pak mjalt. Po, petulla mund vetëm të skuqte, po edhe mund ta thajmë. Për këtë nuk e kisha menduar në fakt. S'kisha menduar dhe shumë për petull. E kisha bërë në dy mënyra, thjesht, e kishte ngjyrën më të verdhë dhe tjetër kisha bërë pak jeshillike me hintrën. Po me besoj ishte fantastike. Klient shqiptar apo? Po. Ato ishin gjithë tuaj dhe artistë. Unë aty dosha me shpreh gjitha talentin e fantazinë time. Edhe kam ne 2 net pa gjumë para kompjuterit si të ndërtoj. Po kjo është e bukur në fakt, kjo ka një lloj adrenaline që dikush tjetër nuk arrin ta kuptoj. Unë në fakt do të pyesja se kush ishte një nga ato eventet që ty të ka ngelur në mendje, nuk mund të thuash se një karrierë kaq të gjatë, ka shumë gjëra, po të kisha të freskët, prandaj dhe u kujtove, besoj. Gëzuar. Jo, më ngatmova edhe te ideja e pa kopjueshmit. Gjithmonë kanë pasur nga ato ide, po të kopjojnë për nuk të prish punë, jo. Është shumë e bukur. Është fantastike. Është fantastike të kopjojnë, është fantastike të nxjarrish nxënës tuaj që bën të mirë, se krenohesh me punën që bën. Është fantastike. Njerëzit nuk do të mkurrën. Kjo është një mentalitet, besoj, I vogël, ato njerëz që kanë frikë që të kopjojnë, kanë frikë që të marrin një recetë. Jo, dhe bota shumë e madhe. Pastaj kur e ke atë sigurinë që askush nuk e bën siç e bën ti. Jo. Po unë mendoj që kështu është në fakt. Askush nuk mund të kopjohet ajo gjë që është unike për secilin, jo vetëm ti. Bravo, kjo është. Unë apo gjithë secili, por është ajo prekja finale që nuk e merr dot dhe pastaj ajo që unë shoh te kopjimi, nëse po e themi që është kopjim, mund ta quajmë edhe të marrit ideve. Se në fakt ngjo. Mund të themi edhe mund të jesh një model frymëzimi, pra ti frymëzon dikë tjetër, por fakti që
njerëzit kopjojnë, nuk mendoj që ka asgjë të keqe, por Është shumë e mirë. mendoj që prap në fund duhet të ketë një prekje tyre, duhet të ketë një lloj Kjo është identiteti diferenca. që e lidh me ta. Kjo është diferenca. Pra, ne në botë kemi disa karaktere njerëzish. Ato që mundohen të krijojnë, njerëz shmendur, quhen artist, shpresoj të futem në atë kategori, po ke edhe njerëz që janë bazik, vinë fjalën esencën e mirë, janë zbatues të përkryer, njekun një recetë në mënyrë të perfekte, por besoj, është shumë e rëndësishme, po flasim tani për një kuzhinier, se cili prej nesh duhet të ndërtoj një shijet e tij, pra një identitet të tij. S'ka rëndësi se ne mund të marrim një makaron të bëjmë me salcë të dy ose të marrim një byrek o çfarë çdo lloj pjate. Por e rëndësishme është ti dhe unë të japin dy identitete të ndryshme. Që klienti nesër thotë një gjë. Më ka marrë malli për tavën e kozës e bë deta, e të shkojmë atje. Kjo është ajo shija që duhet ngjelet në jetë. Kjo është ajo që na identifikon pra Patjetër, nga. shumë e rëndësishme kjo. Për shembull, për të vishë unë tash i tavë kozit i thu, wow, nuk i kisha menuar kështu. Që ta vakosit mund të bëj edhe kështu apo jo? Po, ka pasi sfitë, por e dasëm. Unë në fakt të kam thënë për byrekun që kam provu te Rapsodia. A ka qenë e bukur ajo byreku dhe me kos, edhe ti i thu gjithmonë. Ajo është një sferë e mbushur, një sferë me miell të djegur dhe mbushur me një krem kosi. Ideja lind, se unë këtu jam krishter dhe përpashk mama ka bërë gjithmonë byrekun me kos, i cili ishin petet e pjekura në sopë, pasi hellte vezë, gjallë, kos dhe i pishte në furrë. Fantastike, shumë e mirë. Ideja është që në restorant njerëzit nuk vinë për të hangër atë llokmen e byrekut. Vinë për ushqim ndryshe, fine, të delikat në gojë, e bukur në sy. Që të mos haj vetëm një gjë po. në fund të fundit. Hap dhe diskutim në tavolinë. Sepse kur ulemi kemi nevojë për të diskutuar. Edhe imagjinoje. Mielli i diçet e ka fërdiset për të kujtuar shijen e petës të pjekur. Aromën, po. Dhe kremi kose përgatitet, ngrihet, jipet forma, pastaj kalohet te miell, pastaj skuqet, pastaj marron në furrë derisa të marrë formën e saj. Problemi është unë po fillova flasës për ushqimin, unë s'di të ndalem. Po në fakt unë për këtë të kam thënë për të folur për ushqimin. Mund të flasim për çfarë të duash ti, madje mund të t'jap edhe një privilegj që po e mendoj tani, që mund të kesh drejt të bësh pyetje edhe ti. Edhe unë. Cili është ushqimi? Mos sfidosh. Cili është ushqimi që të ka pëlqyer më shumë? Ushqim shqiptar. Pra, kush janë ushqimet që mua më pëlqejnë më shumë, ti pastaj ti mendo se me çfarë mund të bëhen. Pëlqej shumë patullxhanët, pëlqej shumë kërpudhat, porcinit e pukës që janë fantastike dhe është një shije që unë nuk e zëvendësoj me asnjë gjë. Shija tartufit pëlqen jashtëmase shumë. Pra jam të këca aroma shumë interesante, pra jam të këto lloj shijesh. Pastaj po të mendoj borzilogu më pëlqen shumë pestoja, borzilogu më pëlqen jashtëmase shumë. Po jam dhe gjithashtu njeri i thjesht që mund të konsumoj shumë mirë djath domate dhe vaj ulliri. Vaj në ullirit e kam të parë evokueshëm. Është e bukur. Një më kujtove atë djathin e domates. Ishën në Itali. Kisha marrë agriturizmin tim në administrim. Flasim në moshën 23 vjeç. Dhe po mi paraprim pyetjave, kështu që vazhdoj lirë. Edhe atëherë aty përpara ndërtova një kopsht. Dhe aty molla ca domate, gjithë to perimet e saj edhe pra agroturizmin e kishe marrë ti në menaxhim. Po, ishte në sipër e Limone del Garda. Eksperiencës që ti ajo ka qenë quhet Val de Goj. Val de Goj ishte lëndina, e Goj ishte një lule helmuse e verdhë. Se ajo zonë ishte shumë plot. Dhe ndërtoj këtë kopsht. Aty u rriten domatet, fillon të më dhanë aromën. Kjo aroma më kujtote shtëpia në vendinja. Edhe aty fillova e përgatita një domate të mbushur me djath të tymosur, me pishtë të kuqe, i cila u shoshrote me një krem rukurt. Edhe moll jeshile, kishte mbrenda edhe një moll jeshil, po. Aromat. Po, aty ka pas bërë bukur dhe një liker me domate jeshile dhe çokoladë bardhë. Sepse në Limone del Garda kishin atë limoncelli. E kishin famshë, i thash. Po shërbellë unë limoncelli. Ku është diferenca që këtu është Fredi? E përgatitem një liker me domate jeshile dhe çokoladë bardhë. Kërkush nuk e mendon domate jeshile. Domate jeshile ka një freski të jashtëzakonshme.
Po, aromën më intense Aroma ka kur është fantastik, jeshile, po. domethënë. Po. Duhet çokoladata, në vend të shtosh sheqer i futëm çokoladë bar, se në njëjtën kohë doshim të zbutshim alkoolin që tu dëgjote dhe të jepte një shije sa më të rrumullaket, pra të u bëte në tillë pak më delikate. Ishte ajo amortizimi i shijes fantastike. Ajo merr një ngjyrë të bardhur tim jeshile, është super perl. Dhe pastaj duhet shpjegoj gjithë klientëve se çfarë kishe bërë apo jo. Po. E din se të emri Rapsodia ka lind në Itali. Kisha një kliente gjermane që kisha shumë fisnike. Ati kisha edhe shumë probleme, të tipit tillë që kërkush nuk besote se unë isha shqiptar. Kam pas një doktor klient që vjetë shumë shpeshe, më ka sjellte gujde të Gamberosit, Veronelit, Michelin, ka më sjellte. Një natë për natë unë alem të pika i gotë raki. Dhe si dolin mohbeti këtyre, po, më thotë, na shmenen të shqiptare, thotë, se janë të na vjellë. Po i thashun qeshun, thashun pse, qa ke dhe mi shqiptare? Po na vodhen na shmenen të qurë, i thash unë jam shqiptar, s'ka mundësi, filloj të bërtit. Thash, po më jam shqiptar, thash, më sjell pashaport, i solla shqiptare. S'besoj, tha, ti po më ngënjet. Jenë në saj. Si doli të kjo e klientë gjermane, vjen një ditë për drek dhe më thot, shef Freti, më bëj pjatë si dush. Unë i përgatis një spageti me lëkurë hepatëllxhani dhe erëzat vegra. Ishte një fushë jeshile dhe spagetit sipër hash me lëkurën hepatëllxhanit. Kur shkoj tërheq pjatën më thot, Alfredo era Rapsodia verde. Mu në atë moment me bëhet lëkura kokër. Sa e bukur kjo. Po, unë u bëra shumë kurioz, me ta thënë drejtën, sepse për shqip e disha. Po i thashëm mos ka një term tjetër që nuk kupton të njëjtën gjë. Po, fjalën se Rapsodi. Edhe jo ma shpjego, ishte njëjti. Unë nga një moment jam dëshuruar me emrin Rapsodi. Kam bënë tre festa në Itali me emrin Rapsodi dhe vendosa se emri lokalit tim në Shqipëri do të vendoste Rapsodi. Shumë e bukur se si ka ardhur emri. Kush e mendonte në fakt? Sa qëndrove në Itali? Në Itali kam jetuar për 12 vite. Kam filluar punë. Pra ti ke ikur në adoleshencë apo jo? 15 vjeç. Kam filluar punë me 15 qershor të 95-s, si lavapiaz. Dhe aty kam net si lavapiaz 2 vite rresht, por në njëjtën kohë mas sezonit parë bësh edhe nimsin edhe lavapiaz. I rokisha. Dashuria për ushqimin, ty të erdhi thjesht se u gjende në një punë lavapiate dhe fillove të mendosh dhe të shikosh, pra të lidhi fati në këtë lloj gjëje, apo ti kishe e kishe në mendjen tënde, apo ti ishe marrë deri diku me kuzhinë, apo ti kishe qenë, pra i kishe patur këto indicje që më përpara, që kur ishe fëmijë, ndoshta që kur mamaja jote gatuante. Jo, unë besoj se ka lind, nisëm një parim që ne shoh se ne bëjmë një punë që e dum, dhe ajo punë ty të jep satisfaksion. Ajo bëhet si një tip magneti pastaj. Dhe ty më nizën shumë motorra. Unë kam përfunduar në kuzhinë rastësisht. Mos sa qenë fati im, pra fati im të u fuqëm kuzhinë të një këshilltim, nuk e di. Unë edhe kësaj i besoj. Realisht po jam munduar gjithmonë të laj fatin tim, të laj jetën time të rrjedh, duke qenë i vëmendshëm në momentet e duara që duhet për të lëviz, për të ka fatin tanë o për ta çuar aty ku ti do pastaj. Kjo ka qenë për mua ka qenë kot një rasti. Sepse pastaj zbulova që pjata parë ka qenë një kafshat kaprollit me i panqet derri, moll tegër, si edhe mustard. Isha gjithmonë në kërkimin e çuditërave. Edhe ka qenë shumë më bukur. Kishe një shef që të frymëzonte, apo pastaj fillove vetë u lumtosh edhe të bësh kërkimet e tua për ta zhvilluar më tej? Atëherë s'kam pas. I duj të shefë kuzhinë që ti i kishe edhe i ndjekshe. Por du të kujtoj nishe kuzhine, ma ka pas pru shpirtin ma e të hunës. Ato janë ato që të bëjnë të bëhesh. Ua, po, është vërtet. Unë ato e kam pas rry një mënyrë të frikshëm. Dhe ti punoja me të çdo ditë. Ai nuk dote që unë të mësosha, ai kur nuk ma bëte qevin të lumë dora, edhe lloj gjonesh më bate. Unë u fushëm ai ta bënte malore nga mëngjesi në darkë. Po. Por unë atij i tham sot, shumë faleminderit.
Në fakt, unë mendoj që madje kur më pyesin se kush është një person që ti je falenderuese apo mirënjohëse apo do ta falenderosh, unë them gjithmonë janë njerëzit që ma kanë vështirësuar jetën. Po. Kështu që fal atyre. Jam ai që jam sot. Sepse nuk ma ka bërë kur qefin. Edhe nëse njeri fillon të bëj qefin, ai të do më të keq. Pra, jo domosdoshmërisht, por prap vlen shumë më tepër kur njerëzit nuk ta bëjnë të lehtë. Unë me të drejtë e puna munohem të jem sa i but, po mas edhe në ditët e para mundohem të jem i prerë. Jo i egër, se fjalë nuk jemi tegër, kuptimin fjalë se na shohin na kriju kjo imazh i shefët kuzhinës të egër, të rrep, të lollshëm, nuk është e vërtetë. Një shef kuzhine, po nëse duhet të jetë i mirë, do të jetë i drejtë. Për të qenë i drejtë, do të jesh i prerë në punë. Se nuk funksionon ndryshe. Kjo është taksative në çfarë do të bësh. Unë punë, nëse të mbien një punëtor i ri, në kuzhinë mundohem të jem i prerë në detyrat. Dhe ai, nëse ai do e përballoj agjë, do thotë ai është njeriu që vlen. Përballon në fillim, pra dhe vlen. Përndryshe ai udhërzu që ditën e parë, nuk vle. Është praku që ai duhet ta kapërcej, o e bë ose bë. Është taksative, nuk mundesh dot sepse përnesh do gjinesh me bashkëpunëtor që ti i do gjithmonë të mirën, e pavarësisht nuk ju shpreh në sy, i don ti shikosh tecin më lart, po gjinesh me një bashkëpunëtor që nuk ja vlen. Që ti e mëson, e pagun, e fal, i bërë gjitha, po gjinesh pastaj me ato vend numëro. Neve na duhen bashkëpunëtor të Zot. Bashkëpunëtor që zhvillohen bashkë me ty. Po, nuk ka shanse tjera. Përndryshe do shëndosh prapa dhe ti. Fred, Rapsodia është një biznes familjar. Që nga fillimet e veta, nuk po të pyes si kur e krijove ti familjen tënde, se mua më duket sikur ju të dyve ju shoh dhe mendoj që keni qenë gjithë jetën bashkë, nuk e di se kur jeni bërë bashkë, po që sa i njohun Rapsodin, që sa i njoh Fredi, njoh dhe Mirën. Po. Edhe është e bukur të ndërtosh një punë bashkë me familjen sigurisht, po ka edhe sfidat e veta. Nuk e di sa në favor ka qenë të punuarit me familjarët. Nuk ka qenë lehtë. Besoj se për ato unë kam një karakter shumë fort. Tash në punë do të shkojnë gjërat ashtu si i kam vu në mend, po nuk më shkujtën ashtu, jam njëri që më ha maraku, nuk rri urt. Por besoj ditë them edhe këtë gjë tjetër, që po mos kisha nusën time në sallë, Rapsodia nuk do ishte ajo që është sot. Sepse sistemi i restauracionit është ndërtuar me një skuadër shumë të mirë. Skuadrat janë secili bashkëpunëtor që ekziston brenda atij subjekti. I pastruse, i kamariere, i banakere, i lavapjat, ndihmës kuzhinier, secili prej tyre kanë vlerën e tyre të mirë, pa marrin hapësirën e domosdoshme brenda një biznesi. Nusa ime ishte ajo që paktën u mundote që shërbimi të shkote në një mënyrë të përkryer. Ose nëse ka çalu diçka sot, nesër mos të përsëritet. Pra ishte suporti im në restorant. Dhe jam i bindur dhe e kam thënë dhe vazhdoj të përsëris, ne mund të bëjmë pjatën më të mirë se ekziston në botë. Por nëse ekziston shërbimi i keq, ajo pjatë është skandaloze. Nëse nuk do të prezantoj siç duaj serviret. Po nëse ti bën një pjatë skandaloze, por shërbimi është i mirë, pjata jote e del e mirë. Edhe prandaj them gjëra të dijesh. Po, klientit për atë. Patjetër. A ka patur ndonjë lloj incidenti ndoshta me klient tek tuk? Po ka ato quhen eksperjenca. Jo incidente siç ndodhin në restorant. Pra, kur bashkëshortja jote po shërben dhe mund të ketë patur një situatë pa pëlqyeshme. Ku ti po flet për pjesën e xhelozisë. Ti e gjendër po. Jo. Ka qenë një rast, edhe më thot nusja më tha i klient na sill birrën hajde ulu.
ka qenë në fillimet e para, se si ishim mësuar me pa i femër ti mësall. Prandaj them se Por unë i thash, ju keni qenë shumë herët në këtë. Kemi qenë parë se sidomos në Lezhë. I thash në shko thuj. Aq më tepër Lezhë. Po, shko thuj se këtu punoj bashkë me bashkë. Edhe ai ka ul kokën, e jo më tha si muri. Ti thuaj tash sepse është vlera njeriu, forca njeriu që tregon. Dhe i tregon dhamet se cili do t'i bëri nesh. Duke në mënyrë shumë të kulturuar. Nuk është koha, ka ikë ajo koha babëqenë me bate. E çoj ti shikon një njerëz sy dhe ja thot troç, është gjë. Ato kanë ul kokën dhe unë dola në sallë, bëra xhirën e sallës, ajo ja tha ato kanë pi birrën me kokë ulur dhe kanë ikë. Pra ti ke përcjell mesazhin se je një njerëz pa vlerë. Absolutisht. Prandaj është ana është shumë e rëndësishme si ta shikojmë gjën apo si ta menaxhojmë. Por nuk kemi pasur gjithmonë jemi munduar për ta treguar që Rapsodia është një familje dhe vazhdon të jetë ashtu. Është e vështirë ta menaxhosh pjesën e për sa i përket problematikave të punës dhe për sa i përket problematikave të familjes. Është gjithmonë e vështirë kur jeni gjithmonë bashkë në punë, bashkë në shtëpi. Se ne themi gjithmonë që është e vështirë që të arrijmë të ndajmë bisedat e punës t'i lëmë në punë dhe bisedat e familjes t'i lëmë familja. E kjo është e pamundur, do t'i dash. Jo. Ti jetëm t'i kishtë se ti je në punë me bashortën dhe kur stakon nga puna je prapë se me bashortën dhe normale se ti do të vizitosh për problemin e punës o për ato. Por besoj edhe në disa raste që një person kimi fjalë të jetë lider në biznes, të jetë një biznesmen, një kohë të operojë shumë punë tjera. Mënot edhe çfarë gjëra mos t'i shkarkoj gjithë te familja o te njerëzit që ty të rrethojnë. Pra, unë besoj se një menaxher i mirë është që ti mbaj ca gjëra dhe të punoj me afat gjata në ndryshimin apo në rregullimin e problemeve. Kjo është diferenca, besoj se një bashkëpunëtori që ti e ke, ose dhe nusën se ti nuk mund shkarkosh gjithë stresin që ti e ke në punë, të shpjegosh gjithë hallet ti që mund të nollin, ose ajo vjen të thotë si mund t'ja bëjmë se punë se nuk di si t'ja bëj, dhe ti thu, lërës, sepse do rregulloj edhe unë, dhe ti fillon e shikon atë problem me një afat gjatë që do ta rregullosh, po. Duhet thjesht të stakosh vetveten, shpirtin ta dalish nga jashtë dhe ta shikosh ti nga sipër. Është shef Fredi i rrept, mos the pak i rrept ta thash edhe shpar. Deri ku duhet, por duke qenë se ti për një kohë shumë gjatë ke punësuar, trajnuar, mentoruar shumë student të hoteleri-turizmit të Lezhës dhe unë të e kam ndjekur dhe nga afër si proces, sepse një nga projektet që unë kam ndjekur kanë qenë dhe student që kanë vazhduar praktikën të këty. Dhe unë e kam parë pak më nga jashtë, jo të gjithë e kam pas me qef të madh që të punonin të shef Fredi. Keni kujdet. Kjo për arsye se ato pra ishte përgjegjësi shumë e madhe. Jo se nuk do donin shumë, por nuk ishin aq shumë konfidenta, doja dilnin do të punonin aty. Atëherë, unë kam shumë, edhe po do ta bëj një listë. Kam pas një prell, e kishte emrin Kristian, po më guzhin i bësh një zonë prell, si që shumë i shpejt. Prell, unë e mbaj mend prell, po. Davidin i pata marrë nga shkolla dhe u bën idujt në shkollën profesionale në Lezhë. U bën një çunat më të aftë që gjore, çdo gjë që u bë të shkolla ato 2 mefshit. Po normal, në çotë ti nuk keni rregullore. Gjithë më thonë je i rrep. Nuk jam i rrep, po jam i drejtë, sepse puna për të bërë i mirë, do të jesh i prerë, do të jesh katror, nuk mund të ndryshoj gjë. Hajt se miku se rradhe, hajt se mund ta bëj ndryshe. Jo, kjo punë do të bëhet vetëm kështu. Po deshet që ndrojmë të bëjmë teatr. Kam pas Gjo Alin Zeken, se ka hap një restorantin e tij, kam pas Edi Zhubën, që tani është bën shef kuzhine. Po, përgëzoja, sepse janë të pak njerëz edhe që mbështesin njëri tjetrin në sipërmarrje. Pra ti mund ta mbështesësh për sa kohë ke punonjësin tënd, por jo të gjithë kanë të suportojnë që ti t'ja dalësh edhe të hapësh biznesin tënd. E varet ti kanë vështrimi i njerëz. Ngjo, unë them gjithmonë, unë vetëm mund të fitoj dhe më shumë, sa më shumë nxënës të dalin dhe të bëhen suksesshëm. E sa më shumë restorante të mira e bërë në Lezhë, aq më shumë prurje e do ketë në Lezhë. Pra do ketë punë për gjithë. Nuk arrit të futem në atë botë dhe në atë me një mentalitet të vogël. Mos kesh ti, të kem vetëm unë. Jo. Hajde të kemi gjithë.
nuk arrit përputhem me atë mentalitet. Jam totalisht i jeshëm. Bile, bëha marak, në qoftë unë me vjen i nxanë dhe nuk më bëhet i aftë, mund vje plasja. Pse ti nuk më bësh i aftë? Nuk e arritur, ti mendon që s'ke arritur mjaftueshëm t'ia transmetosh gjithë kam pas njohurinë. edhe nga ato. Kam pas nisë realisht për 4 vite më ka zgjënjy. Me shpirt jam munduar që të bëte i mirë, se du, nesër, unë shesmen, me të se është danë ti. Perfekcion të në një farë mënyre. Pastaj, është një pjesë e kupton, është një pjesë e nuk e kupton, ose e kupton me vonë. Kam pas edhe nga ato për shembull, mas 5 vitesh më ka çuar mesazh, më ka nisë me medaljen, më ka thënë shef Fredi, kjo është falteje, dhe sot po e kuptoj. Aty të bëj zemra. Kjo është e bukur. Kjo na ndodh. Po, nuk jemi të egër, jemi të drejtë. Dhe nëse njëri duhet ta bësh i profesionist i mirë, të jesh i drejtë. Në gjitha sipërmarrjet e tua, që tashmë nuk janë të vogla, pra që nga produktet që ju prodhoni, pjesa e restorantit, sipërmarrjet e reja, angazhime që ke patur dhe në botime dhe në librin që para pak vitesh, madje unë kam një kopjo Rapsodinë e pjatë të librit, me sipërmarrjen më të fundit prap, me Lejleku Burgers. Si ja bën? Thjesht ke më kot mendosh, të krijosh, të ekzekutosh, të delegosh. Unë aty mund të lanë çdo lloj gjaje dhe ajo nuk më ndalet. Libri ishte një diçka sepse besoj se libri i cilin e prej nesh është një formë guri që ti i vendos në një themel të gastronomisë. Unë besoj se libri Rapsodinë e fjalë ka vendosur një gur të madh në gastronominë shqiptare. Për disa arsye. E para ka qenë i pari libër që nuk ishte thjesht një receptur. Sot secili prej nesh googullon në çdo lloj kanali dhe gjen recetë që do. Problemi është që ne ti tregojmë trive, miqve, bashkëpunëtorëve se nga vjen inspirimi. Si mund ta ndërtosh një diçka të bukur? Ku terre ajo ideja jote? Çfarë doje të bëje? Pse dole procesin? Ai libër kishte 40 receta me 40 historina. Që tregosh se cili recet kishte historinë e vet. Bile, ka edhe disa receta se s'ka receptur fare. Ka thjesht vetëm shpjegimin çfarë kisha menjë unë për ajo. Është pjata 90. Është një pjatë e dedikuar viteve 90. Mbas ndryshimit të sistemit, pa të ndalë do pjata ovale plastike me 30 fila kuq, si u vënoshte peshku garnitur i skuqur i bërë kukuret, se ti aq shumë se skuqe e hashe bashkë me hala, dhe hansori e vënoshte gjithë garniturën e mundshme. Patate, salcosi, djath, turshi. Me gjitha të rëmun që kishte, në fundi vënoshin dhe atë gjithën e majdanozit. Edhe ta përpunosh me gjitha trunin tatë ta kthesh një format gourmet, është goxha punë. Edhe shumë e bukur. Ajo ty nuk ka receptur. Ajo ka histori. Ka histori. Po, thjesht histori. E besoj se një pjatë, një ushqim për ta dalluar është i mirë, as është i mirë, është sa histori ka. Dhe ne në shumicën e raste shqiptarët nuk tregojnë asgjë. Pjatat duan historinë. Çfarë mbart, për çfarë transmeton, nga ke marrë, ku e ke mbledh. Si klienti është kurioz. E shijon më shumë. E zhvillon më shumë në shqip. Jep një kuptim përveç se sa thjesht konsumon. Nëse kthehesh në fëmijëri, kush është ajo shije që ty të ka ngel në mendje dhe të ngacmon ajo pjata e familjes, pjata e shtëpisë? Mendoj gjithë po të kthehemi në fëmijëri, ka një gjë që na pëlqen aq shumë që me zor e prisnim. Mama më bën shpesh atë byrekun me qep, se unë e kam shumë qef. Ndër ato që i çaj. Po nuk kam kisha marak edhe të fasulet me vesh të derrit. Unë i kam marak vesh të derrit. To janë të zonës Lezhës, kam përshtypjen. Po, sepse kanë atë nerin si mbë kërcë më gojë, disha. Bile dhe tani si mama, si vjera, shkojnë mi mbledhin, presin dhe mi sjedhin. Si jam shumë maraklit atyre. Unë mu m'pëlqen shija e vjetër. E shijoj shumë. Se na lidhet shumë edhe me kujtimet. Po, por du ta sjell dhe në një format më të bukur. Në pjatat si kështu se mblidhe me mamen, ka qenë tava orizit se s'është tava orizit. E pata bën edhe prezantimin kur bën atë Open Balkan në Serbi, në Beograd. Ideja lindi gjithë ajo tepsia me pilav dhe peshk furre. Imagjinoje tepsinë.
pilafin dhe peshkun e furrës. E kishte qa mama atë natë. Ishte shumë e bukur. Realisht është një histori e vërtet. Edhe sjell tepsinë se kur është mlidhna e vën tepsinë mes dhe pastaj ajo shpërndar. Edhe unë po shikosh, më thot Biro, ha, kështu e ka shprehën mama ime. Biro, ha buk. Po jam tu minutë shka, po leni menime do Biro se të ham buk. Dhe më pu mbëlqet ngjyra. Edhe e shijova maksimalisht. U ktheva në restorant, nesër më zgjova, truni im aty po punonte prapë. Po. Edhe çfarë bëra? Mora gjithë shkrujtë gjithë përbërës. Edhe fillova duke nda. Mora orizin, domaten, specin, peshkun, edhe bom, një krem orizit, i krem domatet, i krem speci. Morëm peshkun e futëm të rigjet. E kalum një tip salamoje me finokjo, qep, kopër, mente, portokall dhe mollë jeshile, se të mërte pak dhe aroma frutës. E dogjem me flak. E përgatitem një vaj me mente. Në të njëjtën kohë montum pjatën, i cili është kremi orizit, kremi domates, kremi specit në një formë shylbere dhe t'i vënos sipër këtë peshk. Ishte njëjta gjë që kisha parë në tepsi. Ti thjesht e përktheva në mënyrën tënde. Po. Nismet janë të bukura. Lelek Burger është në projektet e fundit dhe du ta sjell du që Shqipëria ketë markën e tij. Unë e urrejt flasi italisht, i vej emra italisht pjatave, me anglishtën s'jam mirë, po me italishtën nuk i vej. Jam Shqipëri. Edhe ideja e Lelek Burrit është që nana tona, mam kum ke gjetë, te kopshti, te lakna, te lopa, te gomari, kështu. Po tani, po të futesh Google-osh, ti shikon Lelek Burgerin. Pra, Lelekun që ka sjell fëmijë. Ishte shpendi që nivet që sjell fëmijë. Edhe dosha me lidh me idenë e ushqimit shëndetshëm. Sepse duhet bi poshtë nga ajo mentaliteti një fast food. Konsumojnë burger, por burgeri mund të jetë i shëndetshëm. Nuk kemi pse lidhim gjithmonë që është fast se food është dhe jo gabim. i shëndetshëm. Po, ajo bukë është një bukë brioche i përgatitur me gjalpin e rapsodisë, me qumështin tim, qoftit i bëjmë vetë, ketchup e bëjmë vetë, atë majonezën e bëjmë vetë. E bile kam pas një pyetje, më tha, si mund të konkurrosh tregun? Po shumë e thjeshtë. Unë nuk paguaj transport për produktin tim, vin nga i vend tjetër që i botës. E kam Shqipëri. Tek në kosto. Po. Prandaj munohem, e bile, tani kam fillu, që e ke kështu ekskluzive këtë. Okej. Kam filluar se duhet bëj nga një burger për çdo qytet. Me emra. Me emra. Kemi filluar me Lezha Burger. Produktet besoj. Do dal shumë shpejt Korça Burger. Gjoja më thjesht se për korçare, që do bëj një burger bashkë me kërnace. Pra, kesh brit në burger, jo qofte. Kesh brit e gitit. Ashtu si kanë qefët. Duhet operoj me idenë që ne mund të konsumojmë shqip. Kjo është primare. Po. Komplimenta. Si gjithmonë. Për shmendurinë apo për çfarë? Për idenë dhe për atë që po bën. Për promovimin që i bën produkteve shqiptare. E themi vazhdimisht që nëse nuk e bëjmë ne kush do ta bëj. Por ti e bën dhe konkrete pra, përveç se e flet dhe merr si iniciativë, bëm konkrete sepse unë mund të kem i vetmi një restorant në Shqipëri që mund të ketë 52 etiketa shqiptare verë. Edhe me të thënë drejtën, nuk është ideja ime. Për ta thënë me pas tjetër, shfrytëzoj rastin edhe tash falenderoj, është Denis Petrushaj, është një somelier që unë e kam mik, sepse është lezhian, e dua dhe fort, por është djalë Flori. E më thashë Fredi një gjë, do të bëjmë një lizë vere, tha, ku më lidh gjithë verët e gjithë Shqipërisë. Që ti të kesh nga një po. për çdo. Në këto lista e verë shqiptare, mos harro se duhet kesh dhe disa etiketa kosovare. Dhe në fakt në listën time kam edhe 2 etiketa kosovare. Vrancin, sepse Varnacin ne njohim si një rrush që të Malizi, realisht është një rrush kosovar. Vranç. Edhe një Chardonnay të bardhë. Kështu që ke mbyllur gamën me gjitha me gjithë hartën. Po. Nëse do kishe një megafon për t'i treguar botës një pjatë shqiptare, cila do ishte? Është havakosi. Elbasani. Për mua Elbasani është në e ke parasysh, është më veni më fantastik ose më veni që ka prodhuar më shumë pjata tipike, si kanë identitet shqiptar. Havakosit për mua është në ato pjatat zonjë pjatë. Se kur fakt, përmenim një zonjë, po përmenim një diçka të bukur, fine, që nuk ka tambe. ngjashmëri me s'kan. Edhe shumë e çuditshme. Rajonin. Se m'pëlqen sepse secili prej nesh nuk e bë kur analizën
Më pëlqeu apo nuk më pëlqeu? Pse nuk më pëlqeu? Ose pse më pëlqeu? Kush ishin këto elemente që mua më pëlqejnë? Për ta elaboruar pak Po, më nuk e arrin. Kjo besoj se është një gabim shumë i madh. Po të më bësh një analizë të etapës kosit, më pëlqen gjithë kjo ideja e ndërtimit është bërë gjithmonë me mishin e dashit. Realisht, po të bëjmë një analizë, mishi i dashit ka shumë ngjyra, shumë në saj. Sa do duhet kanë qenë tërshmet e saj, ato kanë thyer me kos. Kosi ka actiditet. Kam bërë një lloj balance për ta bërë fantastike. Më të ngrëndshme, më të shijshme, më unike. Fantastike. Është ide geniale. Për mua Tavakosit hyn në ato perlat e shqiptare. Ato kanë edhe diçka të bukur, kanë edhe të mishi e ketit me kumllët e gardh. Edhe jo është e mirë. Aciditeti i kumllës e bën më të shijshëm. Mba kur vinë han atë, konsumojnë ketin të unë apo qingjin, më thonë, është shumë i lehtë më. Nuk do na ditë ngopem. Unë thjesht nuk bëj asgjë, thjesht gjatë pjekës i shtoj pak lang limoni në fillim fare. E diferenca është që ajo nuk i ndjehet. Nuk i ndjehet, humbet forca e aciditetit, ne e dim se acidi citrik, nëse kap një temperaturë mbi 70 gradë, humbet forcën që ka. Po të njëjtën kohë e ka thy. Efektin e ka bërë. Po e ka bërë në mënyrë shumë të rafinuar. Ku e gjen frymëzimin, shef Fredi? S'fundmi besoj se e gjen tek vajza jote e vogël. Tek ajo princesha e Mikol shtëpisë. Në dhuratat më të bukura që ne ka bozur. I kam edhe dy çuna të tjerë, nuk i ndajmë. Histori tjetër. Ato fillojnë rriten tani edhe. Tjetër gjë. Kam një histori të bukur. Si gjithmonë ti ke një histori të bukur. Kur u ndërtu lokali, Raptudia, po flasim në 2005 filloi, dhe i thash babës, një gjote hyrja derës madhe, do të vëm emrin tati, thash. Jo, po e kishe shumë e qep, baba, si qeshte buza, edhe vendosëm FNM, Fran Ndue Marko. Por atë natë që ne bëm hyrjen e natës parë, thash babë, djali mi parë që i ka për të një, thash do marr emrin tati. Babë si ju bë qef, edhe djali i madh ka emrin Franco, po, emrin. E ka Franco apo jo? Franco. Lindi i dyti. Diskutu me mirë, më tha, nusja, tha, t'ja vënosi me Noel, tha, se është, okej, thash, shumë bukur. Eri për të tretën, për gocën, thot kam qef, thot, t'a vënosim Nikol, sepse ne jemi njofsh e për shënkoll. Edhe i thashëm, po ka një emër Nikol, e kanë gjithë tani, hajde kërkojmë në Google. Kërko, tak, vjeni emri Mikol. Edhe na bëlqeu të dyve. Emri është unik, i ambël, i shkurtër, edhe vënosëm. Ditë për ditës, djali i vogël, Noeli, thot babi hajde pak këtu. Edhe më thirr për jashtë. Dhe thot shiki, por ti shikoje, thot se kemi 3 germat e 3 fëmijëve. Franco, Noeli, Mikol. Shumë e bukur. Realisht ka qenë kot një rësi. Koincidencë, po shumë e bukur. Po. Dhe përveç Mikolit, ku e gjen Fredi frymëzimin? Ke ndonjë hobi Fred? Se mua më duket sikur shefat e kuzhinës e kanë të kornizuar veten e tyre vetëm brenda. Kam pas bën shumë sport. Ke pas bërë, po. Po kam pas bërë. Dhe pse mendoj gjithmonë du ta rifilloj, frymëzimi im. Unë mbyllem në zyrë. Dhe në atë moment unë kam për të bërë një pjatë, ose kam për të bërë një menun që ndryshojmë 4 herë në vit. Unë mbyllem në zyrë. Kufje, muzikë, i godraki thanet që duhet. Sa nga jo me. Po, edhe gaz. Kam pas net sa dush, që kam net deri në 4, nuk kam bërë asgjë. Kam patur raste që jam ul për orë, kam hec. Po, frymëzimi ashtu është, nuk është mekanik. Varet si e ndjesh, po. Nuk është e lehtë. Më parë si më kap, për shumë të thamun, se dëgjoj nga Heminemi, kaloj të gjitha rrymat. Varet si më ka kap të momenti për dëgjuar muzikën, po. Ose atë kitarën klasike të lehtë ose një violinë, varet si ndjesh. Dhe varet çfarë pjatë do krijosh. Po, ajo që kemi bën ne tani është menuja e pranverës, që doli. Është shumë e bukur, me kuptimin e fjalës jam munu për prek momentin, sezonin, po prek në traditën, kemi një lepur të mbushur me spinaq të egër, ajo është krejt jeshile dhe hidhet në fund fare, hidhet pak plurë ullirit, i zi, sepse kur thahet ulliri me ngjyrën e zezë, ka kontrastin perfekt mes jeshilës dhe të zezës. Po ka dhe aroman? Po, është shumë e bukur. Po kemi bërë një antipaste peshut, një tip të marrim atë se levrek të vërë ato qafrat, e rrim ti shtypim dhe i bëjmë si tip petash,
pastaj I bëjmë tip roleti dhe I kalojnë në temperaturë, ajo e marinohet me piperin e kuq me kopër dhe kalon një proces 1 orë me temperaturë 55 gradë për krijuar atë infuzionin e shije, pastaj riftofet për të pikset se në njëjtën kohë dhe kur krijon infuzionin ajo dirësitet dhe kur ftofet ajo ngjitet në pikset bashkë dhe del shumë e bukur. Shoqërohet me një krem hudhër e jeshile dhe pak vinagre. Hudhra e jeshile unë e kam shumë qef, por realisht ka shumë problem për pjesën e aromes, po ti kur e kalon një proces të ujit të ngrohtë, pastaj në të ftoftë humbet ajo forta, po ti e dëgjon, e shijon, por nuk lën aromën. Nuk të bezdis. Ka padur në një nga këto sfidat që ty të kanë bërë të mendosh jo të heqësh dorë, sepse nuk ma bëm mendje. Flasim shumë për sfida. Por e di pse, se gjithmonë flasim për anën e bukur të medaljes, por që të mbriqet deri këtu ka patur shumë sfida si që vazhdon të ketë. Unë thamë shqyqyr se shtëpiet kanë karnisi puna ime, po jo më shumë. Për ndryshe do ishte jo më shumë. Shpërbër. Besoj njeri du të ndërroj, po I marrun andra do të thot ai ka vdek. A shumë e trisht. Jam këtu në Shqipëri me idenë që do të bëj një fabrik djathit I Baxho. E hapa. A ishte mendimi yt I parë? Po, I parë. Po, kam desh me hapë dhe stall lopësh. Unë e kam fiksim ta kem një ferm. Tha baba jo. Baxhën kemi fillu me 30 litra qumësht në ditë. Dhe sot kemi fabrikë cilën ka 5 ton qumësht në ditë dhe jemi prezent nga Kuksi deri në Sarand. Gjithë ajo filozofia jon ishte që të punonim vetëm me marketet. Ne kemi filluar vetëm se në markete e të punojmë. Edhe sot jemi prezent gjithë Shqipërinë. Ideja e dytë ishte e dyqanit, që kemi në Lezhë, që quhet Milingona. Pse? Se Milingonat është simboli I njerëzve punëtor. Edhe doshta me pasi një dyqan që të ketë identitetin tonë dhe të ketë një formë urë lidhëse mes qytetit dhe Rapsodisë. Se ka herë flitet është I shtretë, nuk mund shkojmë aty, e bërë gjana të vogla, edhe janë këto thashë themet se sillen mes njerëzve dhe ajo bëri urën lidhëse mes Rapsodisë dhe qytetit. Njerëzit aty fillon e kupton cili është I varfër dhe cili është I pasur. Nuk flas nga ana monetare, flas nga ana e kulturës. Një njeri I varfër kërkon një pjatë plot. Një njeri I pasur nga ana kulturës, që ka dalë ka pa, kërkon gjërat e vogla. Vjen të hajpër se si, pra kjo është diferenca. E kjo ka qenë gjithmonë kjo diskutimi, jo shpërben gjërat vogla, jo shumë I shtret, por unë I tham, në qoftë ti hajde, kam pas bojnismë para disa vitesh, u qutë menuja kilometër zero. Dhe I thash, ju do t'ju ngop, do hani sa të muni, do paguni vetëm 25.000 lekë dhe do ju shërbej në mënyrën time. Ju derisa thoni stop, ju keni drejt të brusi. Edhe patet shumë, vishin njerëzit të bëshin ngare, se ju pëlqet ideja, edhe tu fillon e kupton që ti mjafton të gacmosh pak ato. Edukimi I tregut në fakt është pjesa më e vështirë. Edukosh tregun me një gjë inovatore, me një gjë ndryshe, të thyesh mentalitete, të ndryshosh shije. Ka qenë fort. Po flasim në 2006, në 2007, ishin një botë totalisht e re për mua. E ke përshtypjen një atje në kohë ti ishe 2 herë gabim, në thonë sakt. Një herë për revolucionin që po bëja, për kuzhinën gurme, dhe një herë në vendin e gabuar. Është vërtet. Plus 3 herë. Dhe unë u ktheva në Shqipëri me idenë se po kthehem në shtëpi. Po kthehem në të Benxhin. Në atë çfarë kisha ti lënë? Po, se kisha lënë. Po realisht dhe këto që kisha lënë kishin ndryshuar. Komplet tjetër histori. Po, dhe unë vetë kisha ndryshuar dhe kjo ishte një problem shumë I madh. Kishin ndryshuar në 2 drejtime të kundërta. Po. Kam një pyetje shumë ndryshe nga ato që folëm deri tani. Çfarë mendime ke për food lovers? Po ishte nuk pagat. E pash që të ndaloj dhe fryma një moment. Veçën se ne jemi kujtove atë e gjeri vulën. Jemi kritik të njëri tjetrit. Le ta themi. Është kështu. Ne dy apo gjithë kjo mentaliteti shqiptar? Ne dy? Po. Nuk kemi shumë kritik. Nuk e them në konotacion negativ. Kritika nuk mund të merret si besoj se kritika janë gjëra. Në çfarë ti bë një kritik një tjetri, do të thotë ti do të mirë. Pra, pikërisht për këtë po flas. Ne jemi kritik për të nxjerrë më të mirën e asaj që bëjun dhe asaj që bën ti.
Kështu po. Në këtë aspekt po të pyes. Food Lover për mua është në nisat më fantastike që e ka qenë. Është, jo pse jam këtu tani, nuk duhet ta. E di, po ti më ke thënë një gjë që unë do doja që të më thoje prapë. Food Lover është një nisme fantastike. Edhe ta kam zili sepse e ke përshtypjen ti shprehësh zilin një miku apo një kolegu, ti po i bë komplimentin më të madh që shumë. Prandaj po evidentoj në fakt se më pëlqen ta dëgjoj. Sepse ideja e nisës Food Lover për njerëzit që duan ushqimin është fantastike. Dhe kanë një vështrim 365 gradë. Një dimension. Po është një dimension shumë i bukur. Shumë i madh. Në fakt, ka qenë në hapet e para kur unë bëra një darkë, si mlodha gjithë kuzhinierët e Shqipërisë dhe e quajta Food Lover. E mend. Po thonë erdha në atë darkë dhe thash më ke marrë emrin. Edhe ti ke bën çfarë nisme shumë fantastike. Jam përpjekur. Kjo, ngjo, unë po shikoj kam vurë diçka, se deri tani vonë rrisha urt me to punët e mia, nuk mundosha mi tregu. Po kur si i tregosha vet, mos pres nga tjerë të mi tregoj. Prandaj është shumë e rëndësishme. Unë jam i bindur që secili prej nesh, çdo punë të mirë që duhet ta tregoj. Sepse është ai mesazh që ne përcjellim tek njëri tjetri. Edhe nuk duhet më nejt me atë frikën e s'po tregoj le ta thonë tjerë. Ore, i pari i fillo vet, pastaj të vinë tjerë. Ky në fakt është një mentalitet që unë mendoj që ne kemi trashëguar nga edukimi ynë prindëror, sepse edhe tek unë ndodh kjo. Shumë kohë, pra po flas për një gjë personale, por pse jo? Kjo është një bashkëbisedim që ne duam ndajmë dhe anën tonë njerëzore, jo vetëm anën tonë profesionale. Shpesh herë më ngulitin mendje, po jo vetëm mua, motrave të mia, që të kesh një gjë të bukur, apo dish të bësh një gjë bukur, apo të jesh e bukur, apo të jesh e mirë, apo të jesh e zonja, nuk duhet ta tregosh kurrë. Pra duhet ta thonë tjerët për ty. Ja. Dhe kjo mua mendoj që në një kohë të gjatë gjithë fëmijërisë por deri vonë dhe madje mos them edhe deri sot. Dhe ka qenë shumë e vështirë që unë të dal nga ky lloj mentaliteti dhe të di ta them dhe të mos kem ndrojtje ta them vërtet që po bëj një gjë të bukur. Food Lover është e jotja, ti duhet ta tregosh. Kam pas një diskutim me mik timin, tha, u shefreti tha të ka bërë një koment negativ. Thashun, po s'ka probleme, çu si ka bë. Po pse tha? Dgjoj, po sa rriten në gjë mjet, ti s'mund kesh njerëz që mund shajnë. Prandaj është shumë e rëndësishme të ecim përpara, të bëjmë punë të mira, para se mos merremi me këto. Por nisemi që qëndroj ideja se ne duhet të tregojmë punën që bëjmë. Sepse ne të njëjtën kohë përcjellim dhe emocione. Plus asaj se ti më ngacmove, unë pata kërku përdes idesë të Food Lover që mbëlqeu jashtëmase, thash, pse nuk e ushtron të bësh kritikun e gastronomisë. Po ma ke thënë, po. Kam thënë. Sepse do të kuptosh ti diçka. Se cili prej nesh, çdo lloj personi që ekziston në këtë botë, sidomos në Shqipëri, jo në botë ekzistojnë të kritiket e gastronomisë, është për të kuptuar si nivelin e restorantit, të kuzhinës apo çrbimit që kemi, ftoj miq të shok. Dhe normal, ulesh e ha me ato dhe në fund ndarjes thu, si ishte? Shumë mirë. Po si mund të gatoj ty një shef kuzhine kur din se ka pronarin aty përpara, si mund të shërbej një kamarier ty kur din se ka shefin përpara? Pra nuk e kupton. Kritiku gastronomik është ai që ti të vjen në restoran, sillet si një klient normal, konsumon vaktin e tij, paguan, largoha dhe në fund ditës të bën një raport. Unë isha te Rapsodia, me çaloj kjo gjë, nuk më pëlqeu kjo gjë. Dhe kjo të ndihmon të marrë standardin lart të punë. Unë këtë e kam bërë, feedback të kam dhënë, jo vetëm të gjithë miqve të mi, por në formën time dhe një formë jo falas. Nuk ka falas. Nuk ka falas. Ti duhet që të paguash që ta marrësh. Po duhet të paguash, se ka më lezet. Paguash më seriozisht. Patjetër. Do ta mendojmë, Fredi, do ta mendojmë. Unë kam thënë, sa herë vi këtu, gjithmonë ke një gjë të re. Prandaj isha kurioz për ditë deri në fund. Çfarë është next? Ti lë gjëja re do vim rreth. E kam një gjë të re, por nuk ta them. Do ja lëm pak kohës sa gjëra. Mos i flasim gjitha para kohë. Pastaj unë parapërqej gjithmonë që ti bëj dhe pastaj ti them. Nuk më pëlqen edhe kam si një lloj bestytnie që kur i them gjërat nuk më bëhen, kështu që le t'ja lëm kohës. Kjo është e vërtet. Po kam filluar të mësua edhe unë kështu, pavarësisht se më rri goja urtë këtu.
Deri tani kuptuam se çfarë bën Fredi për klientët e tij, çfarë përzgjedh, çfarë ofron, por nuk kuptuam shumë nga shijet e Fredit pra shijet e tua individuale, pavarësisht se ti reflekton në një mënyrë një tjetër edhe tek restoranti yt. Por doja dija, Fredi është më shumë për mish apo për peshk? Besoj, Pa elaboruar, se e di që ti do kesh një super histori nga mbrapa, se pse do zgjedhësh qëra, pse do zgjedhësh tjetrën. Shkurtimisht, mish apo peshk, Fred? E kemi baj dark bashkë në Food Lovers. Po. Edhe e fillu me peshk dhe aty dhe e mbaru me mix. mish. Po. Po, kjo s'është përgjigje. Unë dua një përgjigje. Prit më se po ta kthej, po ha. Besoj si kuzhina është gjëja që ti do të kesh një mentalitet të hapur. Dhe në qoftë se ne fillojmë e kufizojmë, ti nuk mund të jesh një kuzhinier i mirë. Kam një pjatë atje, se kam një barbu me kroska dhe ivje dhe krem çokoladë të bardhë. Realisht është një diçka e shmendur. Për të kapur një kur kulivër mendon perfekt. se si mund bëhen bashkë të dyja. Të dyja në tiçmen e parti thos ka mundësi. Kur e bë provë pastaj futesh në një botë tjetër. Dhe kthem, kush më dal edhe më pyesin, i tham kjo është një pjatë që jam dedikuar fëmijëve. Pse? Sa ti je i vogël, bota është e bukur. Sepse nuk ke kufizime. Je i hapur. Të provosh, të përzish dhe kështu është dhe kuzhina. Pra, unë nuk jam të shija e mishë, por varet si të ndjesh, varet çfarë të ofrosh, varet si përpunohesh, por në njëjtën kohë ti mund t'i konsumosh dhe të dyja, në njëjtën kohë. Në qoftë se ti ke një aftësi të madhe të ofrosh një shije të peshkut në nivelin e duhur të një shijes të mishit, të ke një shije të resë është fantastike. Këtu ne mund të themi mish apo peshk? Më duket se edhe këto pyetje të tjera unë do t'i jap ty me bosh mua dhe japur një përgjigje shumë të thjeshtë. Ndryshe, ti nuk do të më ndash asnjëherë. Mish apo peshk, gjalp apo fajulliri? Gjalp. Okej, Rapsodia. Kjo që është shumë e thjeshtë. Pasta apo risotto? Pasta. Ato më pëlqejnë më shumë, pavarësisht se risottot janë më fantastike. Tave dheut apo sushi? Po të kisha thënë tavë kosi, do ishte sigur që s'do kishte diskutim. Po i kam të dyja, nuk mund të... Për që një kuzhinier, ashtu si me definove që në fillim, nuk mund të kufizohesh. Është e pamundur dot. Tradit apo inovacion? Inovacion. Sepse, imagjino, sot në 2025, mund konsumojmë një ushqim që kanë konsumuar parët tanë. Mënyrën që kanë konsumuar ato. Për ne është e pamundur sot. Sepse për shumë arsye. Për disa arsye. Unë nisë një parim që duhet të kuptojmë ose të shikosh më mirë si ullton ushqimi. Unë sot marr pjatën e gjyshes time, mamës time dhe i sjell me kohë. Imagjinoj e shpresoj fëmijët e fëmijë apo nipi im marr pjatën time e ta sjell në kohën e tij. Është fantastike. Ushqimi do të udhtojë. Nëse është një ushqim njerëz taktik historikisht është i vdekur, nuk ka shije. Unë i du shijen, unë i du pjatët tradicionale, unë i du produktin tradicional. Por kam edhe diçka tjetër. Që flasim për ushqim tradicional, por të njëjtën kohë ne përdorim një produkt që nuk ka lidhje me vendin tonë. Flasim për fasule me pastërma, që është në gjitha grotorizmet sot i gjejmë. Kur vjen puna, çfarë fasule ne përdorim? Fasule importi mundësisht. Kjo është gabimi më i madh. Po ke fasule akoma se u bë kjo fasule amisit super legend, aq shumë se kur shkoj me bleu tani nuk kanë mohë për të mshit. Aq shumë e promovove apo jo? E kanë promovu për një fakt shumë thjesht, se është një produkt gjenetikisht i pastër. Vazhdon të jetë akoma gjenetikisht i pastër. Edhe kur flasim për pjatë tradicionale, ai produkt do të jetë autohton shqiptar. Për ndryshe, mos e quaj. Për ndryshe nuk është një pjatë. S'mund bëhet një pjatë tradicionale. Nuk ka. Tartuf apo shafran? Tartuf. Dhe për ta mbyllur. Verdh të bardhë apo të kuqe, Fredi? Ja nuk mund të kufizoj. S'mund të zgjedhësh.
Kam pas Prosecco apo verë të kuqe? Janë të dyja në kohë të ndryshme. Unë të thoja të kuqe, Fred. Unë jam dakord se ne po pim sot të kuqe, po dhe Prosecco në një moment që keni një ëmbëlsirë të mirë, ajo është ideale, nuk shkon në kuqe. Unë do të thoja një gëzuar edhe një falënderim shumë të madh që ishe pjesë e Food Lovers. Siç ke qenë gjithmonë një suport i çdo iniciative times në fakt, dhe besoj ka qenë e njëjta edhe për ty nga ana ime. Të falenderoj, shumë suksese në çdo sipërmarrje që ke bërë dhe do të bësh, sepse unë e di që ti s'do ndalosh. Dhe vetëm urime. Unë falenderoj për ftesën, ishte realisht kënaqësi. Jemi edhe këtu live. Do të premtosh që do fillosh shumë shpejt me idenë e kritikut të gastronomisë, sepse jo se du unë, apo nuk do ti. Është problemi që ne kemi nevojë për ty, e sidomos një food lovers si ti, do ishte gjëja më e bukur që do të ekzistonte. Këtë nuk do ta bëj Ardeta, po do ta bëj Food Lovers. Kështu që unë aty po kërkoja. Gëzuar. E falenderoj.